Në punën e përditshme me pacient, cilat janë disa nga sëmundjet e rralla neurologjike që i hasin në vendin tonë? Sëmundjet e rralla, thash ato gjenetike janë pakës më të shpeshta. Të cilat i kemi janë një grup i sëmundjeve me të sistemit nervor periferik, disa polineuropati të cilat janë me bazë gjenetike, sëmundjet me ataksine, i themi ashtu me çrregullimet të funksionit të koordinimit, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me sistemin nervor periferik dhe sidomos me sistemin e trurit të vogël. Pra këto i kemi disa sëmundje të cilat janë edhe më vështirë diagnostikohen për shkak se kanë jetësuri të ngadalshme ashtu të zhvillimit dhe derisa dalin në sipërfaqe edhe diagnostikohen pakës më vështirë për shkak se janë edhe më të rralla ashtu. Pra ky është një grup i sëmundjeve. Pastaj në kuadër të sëmundjeve të rralla që i diagnostikojmë këto vitet e fundit këtu në Kosovë përpara dashur të dërgohen jashtë janë siç është sëmundja Creutzfeldt-Jakobs, e cila është në 1 milion, kemi pas të themi një rast ndoshta në 2 vite, 3 vite që diagnostikohen. Ato diagnostikohen përmes një tablo klinike, ekzaminimit me rezonancë magnetike, si edhe disa analiza të rralla, do të analiza të cilat bëhen prej gjakut ose për lëngut trunor-shpinor, i cili duhet të dërgohet fatkeqësisht ende në disa qendra jashtë domethënë specializuara. Mirë po diagnostika në përgjithësi përsëri kryhet këtu tek ne, do thotë janë sëmundje të rralla. Në kuadër të sëmundjeve tjera të rralla, për shembull në kuadër të sëmundjeve inflamatore kemi morbus Devik ose që quhet është sëmundja e neuromielitit që kemi diku 7-8 pacientë ndoshta në krejt Kosovën që janë diagnostikuar. Pastaj sëmundje të rralla ka edhe me bazë gjenetike që janë të muskujve, siç është sëmundja e dyshemit, distrofit muskulare që janë edhe ato janë të rralla dhe disa forma të miopative të ndryshme pra që janë më të rralla ashtu të do të thotë numri i pacientëve ndoshta nuk është as 50-100 në krejt Kosovën ashtu. Prej këtyre sëmundjeve, cila ka një frekuencë më të madhe të përhapjes ose të rritjes? Frekuencë tash të rritjes, do të kisha thënë prej sëmundjeve që megjithatë e quajmë si të rralla është ALS, domethënë skleroza amiotrofike laterale, ALS faktikisht, e cila ka raste ose po diagnostikohen më lehtë prej nesh për shkak përvojës dhe mundësive ose numri i tyre po rritet, do të thotë ndoshta ka pak më tepër në popullsi se sa më përpara, do të thotë ALS-i ndoshta do ta kisha veçuar prej gjitha sëmundjeve të tjera. Kemi pasur raste pak më tepër, është një sëmundje neurodegenerative e cila i prek qelizat nervore motorike dhe me kalimin e kohës do të thotë rrezikon edhe jetën ashtu. Duke shkaktuar një disabilitet edhe kemi parë raste pakës më tepër. Shkaktarët ende nuk është që janë të sqaruar, mendohet edhe në funksionet në faktor të më mendoj toksik të ambientit, diçka tjetër, mirë po edhe në diçka specifike nuk ka, mirë po kemi raste ndoshta pak më tepër se sa më përpara.